e shohim domethënë se me çfarë ambicie e ka filluar misionin e tij. Vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe nën ombrellën e edukimit të Allahut te bareke ve teala. Ai edhe pse një moshë të re, vitet, domethënë tu i afru 40-tave, ai e ka pasur shoqërinë. Domethënë njeriu kur shkon në të 40-tat pak më ndryshe mendon. I thonë fazë pjekurisë, pjekuri me vitet deri në 40-tat. Edhe ajo ka qenë edhe koha kur ju është afrue profetësia. Edhe ai çka ka bën kur e ka pas shoqërinë me kase, me ato degenerimet që ka pas, nuk ka qenë razis, ka qenë i kënaqur me atë gjendje sociale, gjendje shoqërore, politike, fetare, se aty ka qenë për hapur shirku. I ka pa dëgjon dhe i ka vret dhe e kanë brejt atë, domethënë e kanë mundue, edhe ai para mendo, edhe kjo ta quajmë edhe këtë ambicie e tij, ka shku domethënë është veçu. Domethënë një burr me kaq nivel, ç'i duhet me mendu. Atë kemi shembull. Mos me qenë vetjak, me na interesu vetëm gjendja jonë personale. Si ta ndryshojmë përgjithësi gjendjen, ka më mirë. Duhet me thënë të mendojmë se edhe për vete, edhe për shoqërinë, me bën ndryshime, me gjetë shokët e përbashkët në këtë ide. Edhe ai pejgamberi alayhis salam ka filluar një herë të largohet prej shtëpisë vet. Edhe kur e shohim në biografinë e tij, ka shkuar në Xhebel Nur, do thonë, kur ta shohim prej shtëpisë tij, kush ka shkuar në haxh sheh një bibliotekë që është afër Qabës, shtëpia e pejgamberit alayhis salam ka qenë. Po vendi i shtëpisë, po, shtëpia. Po, vendi aty, po. Edhe para mendoj edhe kjo është ndal ka meditu. Edhe kjo është një element i ambicjes. Do thonë, nëse dikush e ka ambicien e çon me meditu. Diçka nëse e shef që nuk është në rregull ta ndryshon. Atë burrat e mëdhej kështu mendojnë këtë mënyrë. Edhe tash kur e shohim ka meditu derisa i ka ardhur shpallja. Pasi i ka ardhur shpallja, është kthy sa ajo e ka trondit. Ashtu ka ndodhur një rast që para mendo ethët e kanë zënë. Ethët na e dim, kur të ftohet njeriu e zon ethët. Ama jo, se përjeton ndonjë frikë të madhe. Ç'është, do thonë këtë rast i ka ndodhur njëra ka shtrënguar dikush atje në terr, e shtrëngon, nuk e di kush, i thotë lexo, një njeriu që s'ka ndjek në shkollë, mësues, edhe i thotë lexo, dhe ky rast mos përqendrohemi këtu. Edhe është kthy në shtëpi, e kanë zonë ethët. Kur e kanë zonë ethët, është ri dhe edhe pse është ajo ambienti atje është me klimë të ngrohtë, i thot bashkëshortës vet Hatixhes. Thot dethironi, më mbuloni. Edhe është ri të mbulohet se ethët e kanë. Në çat moment i vjen Xhibrili alayhis salam. Këtu e kam atë qëllimin të sjellë atë bisedën, i thot ja ayyuhal mudaththir qum fa'andhir. Domethënë shiko, tash i vjen Xhibrili, çato ajetet që i pranoj atje u bë pejgamber. Tash vjen te shtëpia shtrihet, e vjen Xhibrili thot ti i mbështjellur. Ai ka epitetin pejgamber, u bë pejgamber, nuk i thot o pejgamber. O i mbështjellur. Ja i hëll mudaththir. Thot qum fa'andhir. Tash këto ajetet që i pranove nuk të kanë ardhur për mushtri. Sa mbi të më rregullu çështjen tonë individualisht. Pikërisht, po. Është me ndryshuar shoqërinë. Do të thonë ti sa ambicie ke pas, sa shumë ke hec, ke ardhur këtu, derisa ka ardhur momenti me tar këto ajetet, po vjen po shtrihesh, ku janë ambiciet, do të thonë ringjalli. Qum fa'andhir, jo, ti tash ka ardhur përgjegjësi, ke punë, do të thonë detyra. Edhe çka ngritu, qum fa'andhir, edhe tërheqja ti për çka të sjelli këtu te shpella. Do të thonë degenerimi i shoqërisë. E tash ti do me ndryshu shtrit, jo. Ki mu ngrit, ngjalli ambicjet, edhe, do me thonë, ta ndrosh këtë shoqëri. E pastaj, për me ndru diçka, vetë nuk bëhet. Edhe po ashtu ajeti kuranor, inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndron gjendjen e popullit përpos derisa ata përpiqen ta ndryshojnë atë gjendje. E kërkohet çka? Kërkohet personaliteti ambicioz. Këtë me ambicie. E ka gjetë shokun e vet Abu Bekrin, jo tjetrin, edhe bashkëshortën e tij ka pas shumë një mbështetje. Edhe dal nga dal veç ka fillu. 3 vite fshehur azi. Pastaj Allah jep garancë hap tazi.
Ai pastaj pat Po prej shokëve. publikoja ata që të shpallët. Po, për ta publikuar, domethënë tash do të në mënyrë publike, se është thirrje universale. Nuk mundesh po përqendru me individa. Nuk është e përqendruar vetëm tek populli, Po, te fisi Kurejsh apo domethënë, te banorët e me Mekës, por përmasa është pak ma, për njerëzimin, mball njerëzimin. edhe kjo është shumë e rëndësishme se e kuptuan ata që i bashkoheshin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë kuptuar qëllimin, çka është qëllimi. E kuptuan çka është pejgamber.